Edi Rama nuk e kupton se si njëri mund ketë frit nga burgu. E vis mamaj, shef e finance, thot Edi Rama, jo vetëm që ajo nuk firmos më, po as kjo nuk firmos më. Po si të firmosi kjo zonja, jeni në vete apo jo? Nuk e di nëse kjo është nën, po mund jetë nën, ka fëmijë. Kanë frit nga burgu. E kuptoni këtë gjë apo jo? Nuk janë gjithë si ju. Kanë frit nga burgu, kanë fëmijë. Dhe një ditë bukur nga veni marrin e fusin në burg. Dhe fëmijët, jeni prindas, jeni prind. Dhe fëmija thot, kush mami? Është në burg. Se e futi Edi Rama në burg, edhe Edi Rama thot, thot, nuk, po na dëmtoni shumë, sepse zonja këtu nuk firmos, po nga të firmosi kjo? Të shkoj në burg, është në netim, është e pandehur, është në arrest shtëpie. Kjo është shmënduria e këtij parlamenti. Dhe vina thonë, ne, agronsistë të vjen turp, ty më thonë, u hodhën për pjetë, një pjesë tu janë drejtora që shpëtuan, mund të shkojnë dhe këta, tek te spaku. Janë drejtora, ish drejtora bën karrierë, i mori Belinda nga drejtora dhe i bëri deputet, thonë, si s'vjen turp ty që flet, vi mua turp që flas dhe flas për korupcionin, mua do të vi turp, dhe s'duhet ju vi turp juve që mbroni korupcionin, po talleni, po jeni dhe të rinj. Tani ju akoma nuk e keni bërë karrierën brenda Partisë Socialiste, jeni akoma thjesht deputet, nesër mase do bëheni ministra, por nëse ju sot justifikoni vjedhjen e ministrës, që nesër çfarë do bëni ju? Juve sot nuk u bën përshtypje vjedhja e miliona eurove. Që në vend të shkojnë tek onkologjiku, shkojnë te xhepat e Belinda Ballukut, shkojnë tek media që ju paguani, që të gjithë e eshtim. Jeni të rinj, thirrini mendjes, sepse edhe këta që sot po rrezikojnë burgun se janë në burg, ishin në vendin tuaj. Nuk e imagjinoni që një ditë do merreshin zvarre do shkonin në qeli. Dhe tani qahen. Nuk ju a ka fajin Spaku, ju a ka fajin Rama. Sepse Rama u pasurua më shumë se gjithë ju bashkë.